kemi trashëguar një komunë me shumë probleme, duke filluar prej urbanizmit, komunikacionit, organizimit të qytetit. Kemi vazhduar të punojmë sa më tepër, duke vërtetuar se ne jemi ata që kemi pru komunën në një gjendje shumë më të kthjellët. Projektet tona janë projektet mëdhaja, projekti i ujit, projekti i deponisë Segër, që kanë ngulfat Tetovën. Këta projektet mëdhaja janë bërë vetëm me përkushtimin e ujit. Janë bërë edhe shumë punë të tjera, të cilët janë të rëndësishme, të cilët kanë bërë një organizim për qytetin, duke filluar parkinget e qytetit, organizimi i ndriçimit publik, organizimi i rrugëve, sinjalizimi e shumë projekte të tjera. Dyert e komunës kanë qenë të hapura për të gjithë qytetarët, për të gjithë njerëzit. Askujt nuk i kemi bërë keq, të gjithë kemi qenë në shërbim të tyre. I kemi pas dyert e hapura dhe kemi tentuar çdo njerin ta kuptojmë për problemet e tija. Prandaj qytetarë të nderuar, vizionet tona gjatë 4 viteve që kemi punuar janë këta që ju vetë i shihni dhe ju do të vendosni që me 24 mars për këtë do të votoni. Komuna e Tetovës është komune vetme e shqiptarëve e cila ka pritur shumë burra shteti. Ka prit njerëz të mëdhej, duke filluar kryetar të shteteve të Turqisë, premier të Shqipërisë, kryetar të Shqipërisë, të Kosovës, pra njerëzit e mëdhej. Këta mirënjohje që i shihni, qytetarë të nderuar, ju takojnë juve, se është kontributi juve me votën e juaj, unë kam arritur që të fitoj, prandaj ju takojnë juve. Gjatë 4 viteve të ardhshme, kërkesat e juaja ne i kemi futur në platformën, që do të thotë se unë dal me platformë gjatë zgjedhjeve të mia 4 vjeçare. Qytetarë të nderuar, votoni numri 28, votoni për fëmijët e juaj, votoni për veten e juaj. Unë do të jem kryetari gjithë qytetarëve sikur kam qenë deri tani. Do të vazhdoj të jem edhe më tutje. Voto profesor Dr. Sadi Bexhetin, voto numrin 22.